Ndërkohë, do të kalojmë në një tjetër ngjarje, një vrasje e ndodhur pak vite më parë, është dënuar autori i kësaj ngjarjeje, një shtetasi huaj me burgim të përjetshëm. E kam fjalën për vrasjen e Ardian Nikulajt. Po, bëhet fjalë për shtetasin Ruben Saraiva dhe në fakt ka pasur edhe kontestime në fakt Fiori nga ana e avokatëve se është një dënim i padrejtë, pra një vendim i padrejtë i dhënë nga gjykata, por në fakt nëse bën një historik sa i takon provave që prokuroria ka dërguar në gjykatë, për sa i takon të gjithë hetimit të bërë për vrasjen e Ardian Nikulajt në vitin 2023, ka bindur gjykatën pra për të shkuar në një vendim të tillë, pasi Ruben Saraiva del të paktën edhe në pamjet filmike, por edhe në të gjitha provat e tjera shkencore të mbledhura nga ana e prokurorisë, se është pikërisht personi i cili tashmë edhe me vendim gjykate, i cili ka qelluar ndaj Ardian Nikulajt rreth 3 vite më parë në zonën e Shëngjinit, duke e lënë të vdekur në ambientet e lokalit të tij në pikërisht pra në Shëngjin. Avokat, dënimi i portugezit, po. Bëhet për kualifikimin e veprës, sepse është dënuar për 78 paragraf 2 të Kodit Penal, që është vrasje e kryer për hakmarrje, të rasti është kualifikuar për hakmarrje. Po Saraiva nuk ka pas motiv hakmarrje kundrejt Nikulajt, ka qenë killer me pagesë. Kështu që kualifikimin që është bërë nga ana prokurorisë dhe që konfirmimi që është bërë nga gjykata shkallës parë, nuk është vendim i formës parë, s'ka vendim apeli akoma. Në gjykimin tim nuk është i drejtë. Me vrasje për hakmarrje ka personi që ka porositur vrasjen, në personi që ka qenë ekzekutor. Ligji parashikon vrasje e kryer për hakmarrje dënohet më pak se 25, maksimumi me burgim të përjetshëm. Në të rast është dënuar me burgim të përjetshëm ekzekutori që është killer që vepron kundrejt pagesës. Pastaj pamjet filmike janë ato që kanë çuar drejt autorsisë autorin që ka kryer ekzekutimin dhe motivi provat e tjera që janë marrë nga timsi dhe deklarimet e personave që kanë pasur dieni për rrethanat e ngjarjes, po ka ndihmuar shumë provurinë e Lezhë në të rast pamjet filmike, sepse kanë bërë një kqyet pamje filmike në mënyrë si ka ardhur autori, si është larguar, është gjetur edhe motori që është përdorur nga autori, se ka ardhur në skafandër si shpërndarës pistësh ai. Është gjetur motori. Është bërë një hetim shumë i mirë në atë kohë, sepse unë kam ndjekur. Kanë reaguar dhe familjarët që duhet të vijen përpara drejtësisë urdhëruesit. Gjurmët e motorit kanë çuar në autorësit sepse ka pas gjurmë të autorit. Në fakt, hetimi i kryer nga policia dhe prokuroria e Lezhës për vrasjen e Ardian Nikulajt, të paktën për sa unë e kam ndjekur, mund të konsiderohet si një nga hetimet më të mira të kryera sa i takon ngjarjeve të ndodhura kriminale të ndodhura viteve të fundit në vendin tonë. Realisht ka pasur prova të vazhdueshme të mbledhura nga ana e grupit hetimor në kohë, që kanë dërguar më pas edhe në arrestimin të paktën të personit kryesor që ka, le të themi, është edhe qitësi apo ekzekutori në këtë rast. Po, por familjarët kërkojnë që të vijen përpara drejtësisë urdhëruesit e këtij krimi, duke deklaruar që i ndjeri Nikulaj i ka pritur me shumë dashamirësi në hotelin e tij shtetasit britanik. Avokat. Në fakt filmi po ka pretendime të vazhdueshme, familjarët kanë folur edhe mediatikisht nga njëra anë në disa raste, por nga ana tjetër edhe përpara grupit hetimor kanë kërkuar vazhdimisht vendosjen përpara drejtësisë të personave, kjo edhe për të parandaluar ngjarje të tjera të ngjashme apo edhe vazhdimin e sagës, sepse patjetër që i druhen edhe një sagë të mundshme të vazhdimit të hakmarrjes me të tjerë familjarë apo me të tjerë antar të familjes. Pra, familja nga njëra anë ka lëshuar besimin tek drejtësia, pra është pëmbahet tek drejtësia pikërisht që këto persona të vendosen përpara drejtësisë, të përballen me drejtësinë dhe gjithçka të mbyllet aty, sepse ne dim shumë mirë që sidomos në veriun e Shqipërisë, në momentin që drejtësia nuk funksionon, por ka pasur raste që edhe kur drejtësia ka funksionuar të vazhdojnë me përgjegjësinë apo me atë që ne gjithë e njohim si kanunin. Avokat,
Ju mendoni që do të ketë një, po. Ka dhe persona tjerë që janë të hetuar, pritet letër porosit, pritet madje ekstradimin disa shtetet britanik nga Britania e Madhe. Deri tani gjykatat britanike nuk kanë dhënë autorizimin për tu ekstraduar. Ka një veçori që duhet ta përmendim. Britania kërkon garanci që personat që do të ekstradohen, që janë shtetas britanik, pasi Sorave ekzekutori ka qenë shtetas portugez, të mos dënohen me burgim përjetshëm, por gjykohen sipas dispozitave të kodit penal që kanë ata, i cili për ngjarje të tilla nuk parashikon burgim përjetshëm. Është shkruar një seancë gjyqësore në gjykat në Londër, ku një nga përfaqësuesit e mbrojtjes të shtetit britanik, që duhet përmendur, është ish gjyqtar i Shqipërisë në Strasburg, ka përfaqësuar shtetin shqiptar në Strasburg, ka qenë gjyqtar i Shqipërisë në Strasburg, zoti Lete Bianco, i cili ka deklaruar përpara gjyqtarit që paçka garancisë që ka dhënë prokuroria e Lezhës që shteti britanik nuk do të akuzohen me burgim përjetshëm, ka deklaruar që Shqipëria nuk i mban këto premtime, këto deklarime, nuk janë besueshëm dhe rrezikojnë dënohen me burgim përjetshëm nga gjykata, dhe kjo ka qenë një faktor që ka çuar në stepjen dhe mos ekstradimin deri tani të kurioze jam nëse do të ndodhte anasjellta dhe ne do t'i kërkonim një vend të huaj avokat që të gjykojë sipas ligjit tonë, a do të merrni parasysh? Sepse normalisht që a duhet dikush që kryen një vepër penale brenda një territori të një shteti të caktuar të gjykohet sipas ligjit të shtetit ku e ka kryer veprën penale apo sipas ligjit të shtetit nga ku ka vendin e origjinës dhe nga ku është arrestuar? Po mirë, po ta shpjegoj edhe unë, sepse ne jemi një shtet që firmosim çana të kërkojmë bota për t'i nel si servila botës, kurse ato shtete atje kanë kushtetuar sot e 400 vite që mbrojnë interesat e shtetit vet. Krimi shkryerë Shqipëri do gjykohet sipas kodit penal. Ato kanë dyshimit të kualifikimi që i bëhet veprës, 78 dyshje edhe për ekzekutorin për mush i gabuar, sepse s'ka qëllim hakmarrja, po është vrasës me pagesë, i bie tjetër paragraf parë, vrasës me paramendim. Dhe këtë pretendim kanë ngritur ato në gjykat atje, kanë marrë ekspert ligjor të jashtëm, si sa zoti Leti Bianco që ka një gjyqtar jonë në Strasburg. Konventi për ekstradimet ka marrëveshje që çdo shtet do të gjykohet po pa të kaluar maksimumin e dënimit të shtetit nga origjinë. Kemi vetëm 2 protokolle shtesë me Italinë për njëjtë vendimeve penale tuaja dhe për ekstradimet janë bërë kohë Nano Berlusconi, që me Italia mund bëhet çfarë dojë me shtetin shqiptar, kurse ne nuk mund ta bëjmë me shtetin italian. Këto protokolle shtesë janë që marrin qafë shumë shtetet shqiptar. Kto janë dispozita që duhen ndrejtur dhe duhen sistemuar, po. Ky është shtetas. Jo më kot ja bëra pyetjen edhe avokatit në fakt. Jo, bëre mirë. Bas kushtetutës kanë drejtën e mbrojtjes ligjore. Japin vendim në emër të mbretit atje, nuk japin vendim në emër të shtetit dhe rrezikojnë dënim dhe kualifikim veprës më të rëndë se çfarë parashikohet në ligjet s'është fakti penal. I kam mësuar faktit penal. Ata janë gjithë me pagesë, nuk mund të thush që kanë ardhur për hakmarrje, thonë me ke Nikulet, se s'kan pas për çat hakmarrje. Hakmarrje mund të ketë vetëm personi që ka hasmëri me të, ai që ka financuar, që ka urdhëruar vrasjen. Dhe ky është ngërti që ka ndodhur në gjykatën britanike dhe këtë i kam shuar dhe përfaqësuesi ligjor i mbrojtjes, diku i zyrtari i Republikës së Shqipërisë Strasburg. Dhe për këtë ka ndodhur dhe ngjeca e procesit të ekstradimit, nuk është dhënë leje nga gjykata për ekstradim, por është një proces që vazhdon akoma. Dhe do të kalojmë tek një tjetër personazh i shumë përfolur, e kam fjalën për Ervis Martinaj. Gjykata ka rrëzuar kërkesën e familjarëve të tij për heqjen e sekuestrës për pasuritë. Ndërkohë që vetëm pak kohë më parë, familjarët e Ervis Martinaj ka bërë një kërkesë për ta shpallur të zhdukur këtë të fundit në gjykatën e Lezhës. Aida? Po në fakt një vendim i marrë apo një kërkesë e bërë nga një hetim i nisur nga prokuroria e posaçme që në vitin 2023 kur Ervis Martinaj ju sekuestruan 34 dhe familjarëve të tij ju sekuestruan 34 pasuri me një vlerë që shkon rreth 10 milion euro. Në fakt Fiori ka pasur edhe pretendime nga ana e avokatëve mbrojtës të Ervis Martinaj dhe të familjarëve të tij pikërisht për këtë çështje, pasi kanë
kanë pohuar se janë tejkaluar afatet ligjore që çështja e pasurisë pra të merrej në shqyrtim nga ana e GKK-s dhe të dilte një vendim. Por ndërkohë gjykata nga ana tjetër ka thënë se GKK-ja ka qenë dhe prokuroria e posaçme ka qenë konform të gjitha afateve për dhënien e këtij vendimi që doli vetëm 2 ditë më parë nga gjyqtari Erion Bani, duke thënë se kërkesa e bërë nga avokatët mbrojtës është e pabazuar në prova të cilat vërtetojnë se familjarët e Ervis Martinajt kanë të drejtë ta marrin këtë pasuri, pra ta tërheqin sekuestron e bërë dhe t'ju rikthehet tyre të fundit, pasi prokuroria e posaçme ka dyshime se këto pasuri të vendosura nga Ervis Martinaj edhe në emër të familjarëve të tij janë si pasojë e parave të përfituara në mënyrë të jashtëligjshme. Megjithatë, ka edhe një seancë tjetër ku do të merren në pyetje pikërisht për këto pasuri edhe familjarët e Ervis Martinajt, mes tyre edhe Iati, pasi pasuritë duhet theksuar që ishin kryesisht në emër të Tiatit, të Tjëmës, të bashkëshortes motrave, por edhe të bashkëpunëtorëve të tij, edhe në emër të nënës Elion Hatos, një emër mik i ngushtë i Ervis Martinajt, i plagosur edhe në ngjarjen e ndodhur në Ishbllok në vitin 2018, ku mbeti i vrarë edhe Fabian Gaxhaj. Avokat, si e shihni ju këtë çështje që zgjat tashmë prej vitesh, le të themi që nuk ka asnjë shenjë prej më shumë se 3 vitesh për Ervis Martinaj, nuk dihet ende fati i tij se çfarë ka ndodhur me të? Unë kam deklaruar po te ju kemi qenë lidhë drejt për drejt, është bërë kërkesat, e kam parashikuar kërkesat dorëzohet nga në gjykatën e Lezhës, që ka jurisdiksionin e Republikës. Për ta shpallur të zhdukur. Për ta shpallur të zhdukur, për arsye se është person në hetim dhe i pandehur për disa vepra të rënda penale në SPAK dhe GKK. Në momentin që e personi i pandehur dhe merr një vendim gjykatës si person i zhdukur, atë i bie automatikisht që të pushohen dhe akuzat dhe proceset gjyqësore në të cilat e i pandehur. Nuk e merr kusht të postë. Gjykata do t'japi Ervis Martinaj nuk është zhdukur? Çfarë vendimi je? Do të arrëzoj kërkesën për shpalljen e zhdukjes, pasi nëse do miratonte do binin dhe gjitha proceset që janë GKK dhe në hetimin në SPAK. Nuk e merr këtë risk gjykata e Lezhës përsipër që t'i arrëzoj docet SPAK-ut dhe gjykimit GKK-s, jeni të sigurt. Kurse për sa i përket pjesës së konfiskimit pasurive të palujshme, gjyqtari ka arrëzuar jo vetëm që është pa mbështetur në prova, po pretendimi i palës, kërkuese i avokatëve mbrojtëse ka qenë tek afatet procedurale të hetimit. Konfiskimi në Republikën e Shqipërisë zgjat 1 deri në 2 vite, po pas vitit të parë duhet marrë leje në gjykatë për zgjatjen e afatit të hetimit për sekuestro të vona për pronat e dyshuara si palishme, me burim palishëm pasurie. Të rast gjyqtari ka argumentuar që në 2 raste prokuroria e posaçme i është drejtuar gjykatës shkallës parë GKK-s në fjalë, shkallës parë, e cila ka miratuar zgjatjen e afatit të hetimeve dhe kërkesa është paraqitur për konfiskim, tash është procesi konfiskimit. Sa aty merren provat me palë, me dëshmitar, me shkresa, gjatë sekuestrës që ka hetimin prokuroria, me fjalë sekuestrës thjesht ngrihet me prova vetëm prokuroria, do të kemi procesin e konfiskimit dhe kërkesa për konfiskim është brenda 2 vjeç. Tek argumentuar gjyqtari shkallës parë. Tu ka qenë pretendimi për afate procedurale të kozjatës së sekuestrës dhe mbajtjes së tyre sekuestro. Nëse kërkesa nuk do të ishte paraqitur në gjykatë për konfiskim, kemi konfiskim tani, brenda 2 vite automatikisht bën sekuestro gjitha pasuritë liroheshin. Do ketë proces si gjyq themeli kjo tani i konfiskimit, gjitha palët kanë drejt të çojnë provat e tyre, burimin e pasurive të palujshme. Pastaj dihet gjykata që të marrë vendimin, po gjykata të Shqipërisë, sidomos gjykata e posaçme, vendos kryesisht çfarë kërkon prokurori, pastaj e ndan Strasburgu këtë punë siç e ndau edhe tek rasti Begeti. Shitemi të centrale e Kalivaçit për 180 milionë drejtoria që administron pronat e sekuestruara, ai na ka marrë 110 milionë euro. Po është një familje Martina që ka pas biznese për 30 vitesh, nuk është sobo familje me biznese me aktivitet palishëm të birit. Ata që njohin mirë atë zonë dinë që familjarët e tij kanë qenë biznesmen që në 91. Nuk është çdo pronë që krijuar në vërtet është kjo që avokati thotë. Për provat palishme. Pra nuk është një pasuri e vënë së fundmi. Po nuk janë gjithë, po ligje ka shumë darë, një fjalë që provat çohen gjykat, pastaj gjykohet janë të krijuara gjatë aktivitetit kriminal apo përpara aktivitetit kriminal.
Tu kemi paradoks, janë sekuestruar, konfiskuar dhe pronat që kemi trashëgimi nga gjyshi, thotë ti marr me drogë në Itali, ore kam nga gjyshi, prapë janë konfiskuar pronat. Po gjyqtari që ka gjykimin e sekuestrës, gjyqtari që gjykon dhe konfiskimin, dhe gjyqtari ka pasur rast tillë që ka zbatuar ligjin korrekt, ka ndarë pronat me burim të palishëm nga pronat me burim të ligjshëm. I rast për konfiskim për prokurisë posaçme.